Selamu alaikum të dashur me që të RTI-s, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin qasje tridimensionale. Ju uroj muaj në shejt të Ramazanit, inshallah Zot ju jep shëndet, ju jep mirësi edhe arrini kulmin e devotshmërisë në këtë muaj të begat, duke qenë se edhe qëllimi thelbësor i këtij muaji është që të jemi të devotshëm. Me qenë se është dita e tretë e Ramazanit, edhe e kemi kohën përpara, kemi edhe shumë dita për të agjëruar, e kemi ftuar në studio një teologe për të diskutuar edhe për të kuptuar se çka ka më tepër rëndësi në këtë muaj, ku të fokusohemi më tepër, ose çka të kemi prioritet e çka të mos kemi prioritet në këtë muaj të shejtë të Ramazanit, në mënyrë që të dalim sa më fitimtar në fund fare. Do më thonë, në studio kam të ftuar magjistrën e teologjisë, Fehime Gashin Jusufin. Fehime, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Allah të shpërblet që e ke pranu. Është dita e tretë edhe natyrisht që në Ramazan njeri ka obligime edhe ma tepër, po që shpresoj që ka me të peshu në peshorën e veprave të mira në ditën. Por ata të po mundohemi edhe po sakrifikojmë gjithë shka që kemi që gjatë ti muaj, inshallah, me dalë sa më fitimtar të gjithë. Ju mualimet jeni shumë aktive gjatë Ramazanit, sa ju shen njeri për mes rrjeteve sociale në një iftar dikun, në një xhira dikun, po inshallah Zoti ja shpërblen mundin. Inshallah gjithë. Ashtu bashkë me mua si zakonisht pedagogja ju në dashur Valentina Leku Gashi. Besa ju është pedagoge po edhe psikologe. Vale, selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. Për haj Ramazani dhe ty. Kështu para kamerave. Faleminderit për hajna qoftë gjithë. Faleminderit shumë. Atëherë të dashur shikues ta pyesim teologën se cila ka qenë praktika e Muhamedit a.s. në fillimet e Ramazanit ose para Ramazanit. Çka ka pasaj parasysh ose çka na ka porosit që të jemi më vigjilent. Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet muaji i Ramazanit është muaji në të cilin Allahu xhaleshanuhu e dalloi prej gjithë muajve tjerë, edhe gjithë fokusi dhe bereqeti i 11 muajve tjerë mblidhet në muajin e Ramazanit. Është ajka e muajve dhe gjithë vitit, për arsye se Allahu xhaleshanuhu e veçoi me zbritjen e Kuranit. Domethënë, bereqeti i gjithë këtij muaji është që për njerëzimin filloi një jetë e re, filloi me ndryshu bota përmes zbritjes fjalës Allahu xhaleshanuhu në shpellën Hira. Dhe mu në natën e Kadrit, Allahu xhaleshanuhu dërgoi melekun Xhibril te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalën e parë të cilën i tha Ikra, lexo. Dhe pejgamberi alayhis salam e dim se si u zhvillua ajo ngjarje të cilën i tha nuk di të lexoj, por herën e dytë prapë shtrëngoi dhe i tha Ikra, lexo. Prapë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha nuk di të lexoj. Dhe herën e tretë kur e shtrëngoi Xhibrili aq shumë, sipas dietarëve thonë gati se ja thej edhe eshtrat pejgamberit aq shumë që e shtrëngoi dhe ja zbriti 5 ajete të para, të cilat Allahu xhaleshanuhu thot Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo mëso në emër të Zotit tënd, i cili krijoi çdo send. Domthon, këtu filloi ndryshimi i botës me këtë fjalë në këtë shpellë aq të lartë që elhamdulillah Allah na ka mundsuar dhe kena vizituar atë vend. Është një mrekulli e veçantë, është një vend i pa imagjinueshëm për njeriu, që ka pas mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sipas dietarëve, dikun 3 muaj ka zgjat ai meditimi që ka shkuar dhe ka bën në shpellën Hira, derisa kanë zbrit këto 5 ajete të Kuranit në natën e Kadrit. Edhe ai vend aq ishte i ngushtë, aq ishte i vogël, që ka pas mundësi me qëndru pejgamberi ato. Mirë po dëshira e madhe për me njoft Zotin, me njoft Krijuesin, edhe Allahu që e bane që pejgamberin me përzgjedh si të dërguar, edhe dashur e tij, me të vërtet ai vend sot e kësaj dite hala vizitohet që 1400 sa vjet që ka zbrit Kurani, edhe hala kur shkon njeriu e ka një ndjenjë të veçantë se këtu me të vërtet ka ndodhur diçka shumë e pa imagjinueshme për mendjen e njeriu. Edhe në atë vend filloi ndryshimi i botës, edhe filloi vlera dhe rëndësia e muajit Ramazanit. Domethënë prej asaj kohe Zoti e veçoi prej muajve të tjerë. Pikrisht këto 5 ajete të para të surës Ikra janë bosh shkak që unë prej një njerit nështë me krejt tjera ondra edhe tjetër perceptim për botën edhe për jetën, me u shëndru në një besimtare të përkushtume,
edhe elhamdulillah falenderoj Zotin që më ka bërë risk kur e kam kap Kur'anin dorë me i lexu këto ajete, të e pas parasysh që përveç do më thonë që ma kanë ngrit atë nivelin e vetdijes, më thonë, wow, që na e kemi pas që atë bindje që ose të pak të nun edhe besa pjesa dërmuse, që feja është nda prej shkencës. Feja është njën, shkenca është njën, ka tendenca dhe sot dhe kësaj dite. Misticizëm ashtu. Fiks. Ka tendenca me nda, po feja dhe shkenca realisht janë një. Nuk janë një, feja është shumë ma përpara, e shkenca mbrinë, mas një kohë me i zbulun është ato që feja i thotë sot. Kur i kom lexu, ma ndej, do më thonë përveç kësaj që më ka bërë shumë përshtypje, lexo, që do më thonë nuk u përmend ke gjinia, po gjithve ju drejtohet Zoti. Edhe nuk fokuson Zoti, nuk ka thonë lexo diçka të veçantë. Lexo dhe mëso në emër të Zotit tënd gjithçka që kërkon ndjem, po mos me harru edhe fjalën e parë Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit me fillu leximin, studimin, pavarësisht se çfarë fushë është. Çdo fushë është e nevojshme për njerëz, se jena njerëz krijesa. E fiks do më thonë tani unë kona jetë tjera në vazhdim, ku i përmend thotë i cili krijoi çdo gjë. Ka krijuar njeriun prej gjakut ngjizur në mitrën e nënës. Lexo se Zoti jut është më bujari. Ai që mësoi njeriun të shkruaj me pend, ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Do më thonë, kërë kom pa që periudat e zhvillimit të embrionit, atëherë kom qenë në shkollë të mesme të mjekësisë në vit 4. Edhe i mësojshim periudat e zhvillimit të fëmisë në barkun e nanës, edhe aty e kom kuptu që kjo nuk mundet me qenë as libër që e ka modifiku dikush, as libër që ka ndërhy dikush, po është një madhështi të e pas parasysh që sa vonë shkenca e ka zbulu se cilat janë periudat e zhvillimit të embrionit. Se deri dikur është menu që njeriu në embrion është njeri në formën që sheko, veç miniatur. Ajo do më thonë ka qenë për mu edhe prej asaj dite nuk ku mujt me ungop me leximin edhe me studimin e Kuranit. Do më thonë, Don Zoti ka një herë një diçka bjen edhe ti thënë krejt murët që i ki për para vetes. Valet të te çfarë shkëndije ka shkrep për shembull që prej një studentës ambicioze, me mesatare të lartë, me fillu me lexu për fe, për shaqi jam emocionu edhe vetë, po Ramazani që të e ka, me të emocionu. Na i shton imanin, na i rinjallë ndjenjas. Sinqerisht, nëse hyna këtë temen e fesë, na kena me mbetë që to se është problem, me qenë se është një fushë shumë e gjanë edhe është problem me Shumë për zgjedh veç diçka. Sot dhe kena temen për Ramazanin, okej, për jap një përgjigje tem, me qenë se më pyte, po do mu ndalë prap të Ramazani. Që mos t'i kemi rëndësis se këti muj që shtje dhe e ceke sa i rëndësishëm është këj muj, mos t'i kemi rëndësis që ka këj muj. Ka shumë njerëz që agjerojnë, po nuk e praktikojnë fen as gjatë Ramazanit, as jashtë Ramazanit. Thjesht agjerimin e agjerojnë, tradicionalisht agjerojnë, po jo diçka më shumë sa i përket praktikimit të fesë islame. Është rëndësishme njerëzit që praktikojnë fen, edhe ata kanë fillu më bojnë njëjtë sikur se njerëzit që nuk e praktikojnë fen. Ideja është që qysh me arrit me i thonë njerëzve që këtë muj është rëndësishëm ta mbajna me iman, me devotshmëri, me vepra të mira, me fjalë të mira, jo më fokusu mas musafirëve pa tjetër, po jo më fokusu mas rregullime, mas gjanave që na humbin kohën edhe na largojnë mendjen pikë këtyre gjanave që sjellin shpërblime, çka e bojnë të rëndësishëm edhe vetë muajin e Ramazanit. Atë që këto kisha pasur me dëgju unë dhe besoj krejt dëgjuesit e emisionit tridimensional prej juve sot. Ndërsa sa përket pyetjes tane, mendoj që mos po mike, po ta plan prap me u kthy. Jo, po kthehem vet. Sinqerisht, unë gjatë studimeve ku më banu me shumë shoqe që e kanë praktiku ma shumë fen. Unë e kom njoft fen, po unë ke këthymi një farë bote që është emocion, sinqerisht. Ju psikologët të regoni që kur flet për një periudhë kohore, kthehesh edhe në moshën e saj periudhe. Edhe përjeton, tamam. Ale përshtypjen e një brucoshës, si dhe. S'po moj me folë shumë rreth kësaj teme, është shumë emocionale. E kishëm për zemre. Sinqerisht, mos e luc ma shumë, se i dulen lot. Mision, po është shumë emocionale, sinqerisht. Mendoj që senet më të mira në jetë, për atë periudhë. She, kur nalim të psikologjia, njerëzit që a disa njerëzit ka që kanë armë një periudhë shumë të keqe edhe ka ra feja, edhe ajo është udhëzu, edhe është largu për aty në gjanave që ka menu kanë herë me lëndu vetën e gjithçka tjetër. Feja është rruga më e mirë që mujna me pas secili për gjithçka. Është zgjidhja për gjithçka. Unë jam
pafundësisht falenderuse Zotit që na ka caktu neve, na ka përzgjedh prej njerëzve me njoftë Zotin. A disa njerëzit, që ndoshta nuk e dojnë Zotin, e urrejnë, menojnë keq për to, a e din që tash vënë e pata një bisedë me dikon, prandaj po tham s'po du më dole ashtemes. Aq shumë e ka besu ajo zonje Zotin, çdo herë e thoshte një fjalë do të më ka nisë Zotin, nuk di çka i bjen, mendoj që do të më besu. Nuk e di këto për të kështu, me siguri. Tani se fond me kanë pas një sprovë të madhe, pa prit, pa kujtu, themi ne shqiptarët, Zoti ja mori prej jetës një vajzë 3-20 vjeçare, edhe më dhimbti në shpirt që ajo tha, nashta Zoti ka med vish me thonë, kur t'jena keq, vish me thonë është dikon se për neve xhenem është kjo jetë që shadina shkoj një vajzë ka qere, edhe më prekin shpirt. Ka pësua jo me sprovën. Shpirt, po sinqerisht, na kur t'jena mirë, edhe na po jena mirë, jena qetë, na i ka që Zoti bereqetin tonat, Zoti mirë jena edhe me ta. Kur jem keq, që atëherë na e dim ku është besimi jonë, që atëherë na e dim kur qëndrojmë na me besim, kur qëndrojmë na me bindjen tonë ndaj fesë, ndaj Zotit, ndaj Islamit, ndaj gjithçka tjetër. Kështu që në mesin e këtyre njerëzve që besojnë nëse jo, falemnderit Zotit që na ka përzgjedhur neve me besu fjalën e të Madhit. Alhamdulillah. Zotin për me njohë, nuk mjafton veç me dash, në thonë për du Zotin, po do të me njohë. Patjetër. Prandaj Zoti mendoj që Zoti na provon e na sfidon për me pa kur qëndron besimi jonë. E kur kthehemi, unë kur kam qenë studente, kam pas fatin më të madh të jetës me njoft do shoqe shumë të mira, Zoti i rujt. Ka për mene temë më kujtuar mësuesja që më ka mësu shkronjat e Kuranit me lexu arabisht. Zoti është përbleft. Kështu që më ranë shumë kujtime mos e lë ndërmend, e që po i lë aty ku janë, kur të kemi kohë do të bisedojmë inshallah. E që po tutesh të s'mi dhon për parësi se mos pihen hak tjetër. Atëherë çka duhet me bëj mos më lën me na ik. Gjithsesi, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë lutte Allahun xhaleshanu që të vdiste si dëshmor gjatë muajve të tjerë. Kur hynte muaji Shaban, nuk kërkoj ke më me vdekje. Çka thoj ke? Prej qefit me prej qefit. O Zot, na jep bekime në muajin Shaban dhe na mundëso pritjen e Ramazanit. Domethënë, e lut Allahun që më zgjat tjetër më mundësu gjithsesi me arrit dhe me përjetu muajin e Ramazanit. E ka njerëz takfirullah që thonë inshallah se plasiç. Se don, se si a din vlerën, si a din rëndësinë që Allahu xhaleshanu na ka begatuar me këtë muaj, edhe është diçka shumë interesant që muaji Ramazanit ka ditë caktuar, nuk ka gjithë vitin. Domethënë, i ka ditë të caktuar. Çfarë thot Zoti në Kur'an? E jamen ma'dudat. Janë ditë e caktuara të muajit. Edhe ato ditë caktuara, kur e dinë na diçka që kena caktuar, çka duhet me bë? Me menaxhu 100% kohën. Për shembull, kur shkojmë pushim. I ki 10 ditë pushim. Ti ki më mënuën maksimum me shfrytzu që ato 10 ditë se ke shpenzu shumë, edhe kohë, edhe mund. Edhe s'mundesh me shku për s'dyti. Edhe s'mundesh me shku për s'dyti, se te ndirën ardhshme. Dikush nashta dhe shkon, po. Të pakt nashta, për atë arsye domethënë që të menaxhimin e kohës, menaxh aty në 10 ditëve. Çato që i kena që na kujtohet, mirë ma mirë na mundohemi që me realizu mrena aty në 10 ditëve të pushimit. Po pse s'po mendojnë edhe për çdo, veç edhe 20 më ashtu, 30 Ramazanit, që na 100% më mundu që çdo 30 ditë Ramazanit mos me pas rutinën e njëjtë sikur jashtë. Sepse kjo është muaj i bereqetit, i rahmetit, i mëshirës. Çdo ditë, çdo moment, edhe çdo sekond i këtij muaji ka vlerën e vet, që duhet me peshu për të mirat tona. Edhe çdo herë kur vjen ky muaj, domethënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot na thret një thers. O kërkuesit të mirës, eja, hajde, afrohu. O kërkuesit të keqës, ndalohu. Ndalohu pe asaj të keqe, mos hajde me bë të keqe. Domethënë, çdo herë kur vjen muaji i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ky thers kështu e thirrë robën e Zotit. Shku me një blok të shkurt të marketingut të rikthehemi prapë. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj.
lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prap në studio ku po flasim për muajin e shenjtë Ramazanit. Çka duhet të bëjmë në këtë muaj që të marrim sa më shumë shpërblime, e tash të shohim edhe ku duhet më rujt mas shumti që mos me bë ndaj lëshim në këtë muaj të Ramazanit. Çka duhet me pas mas shumti përqendrim? Çka duhet mos më na ik në asnjë mënyrë gjatë Ramazanit? Për shembull, adhurimi ndoshta që peshon mas shumti te Zoti. Po, tash adhurimet janë shumë dimensionale, nuk mujna më fokusu me thonë që vetë që ta do të me bë gjatë Ramazanit. Dhe diçka që zbën më na kalu Ramazani pa e bë. Ajo që është që e zbukuron edhe është ajo më esenciale këtij muaji është me të vërtetë Kurani. A tha muaji i Kuranit, zbritja e Kuranit, domethënë asesi nuk do të më menu një besimtar që mi kalue pa leximin e Kuranit. Elhamdulillah që na tash si mualime në Kosovë e kena përmend edhe në misione tjera që e kena bërë si rregull gjithsesi çdo herë, çdo Ramazan e kena çdo mualime me xhamatin e vet organizon edhe mukabelen, leximin e Kuranit çdo ditë. Domethënë unë kam filluar si vjet para Ramazanit, për arsye që me pas mundësi me kry, jo edhe me shti pak në rrjedha xhamatin të leximit, po edhe me pas mundësi me kry pak ju bashkë në ditë të fundit të Ramazanit, se gratë kanë ato obligimet e bajramit, para përgatitja për bajram, me pas mundësinë 3-4 ditë para bajramit me përfundue leximin e Kuranit, me bë hatmen, me kry, për arsye se çdo ditë do të me lexu një gjuz. Domethënë do të me përfundue leximin e një gjuzit bashkë me xhamatin, në mënyrë që të gjitha me arrit shpërblimin e leximit të Kuranit. Për arsye se nëse lexojnë një shkruan të Kuranit jashtë Ramazanit, i kena 10 sevape. Nëse lexojnë në Ramazan, 70 deri në 700. Allahu e din ato se sa na i kompenzon. Edhe është shumë interesant që fokusi që do të më mas shumë që karakterizon Ramazanin, çka është? Agjerimi, se është, domethënë që ajo është kryesorja, qëllimi i Ramazanit është agjerimi, po është edhe Kurani. Këto dy gjëra dohet me pas parasysh robi, sepse në ditën e Kiametit, agjerimi do të thotë, o Zot, unë e kam ndaluar robin tënd nga ushqimi dhe kënaqësitë gjatë ditës. Ndërmjetëson për neve, bën shefat për neve agjerimi. Ndërsa Kurani thotë, o Zot, unë e kam ndaluar në gjumin gjatë natës. Prandaj, jepja shpërblimin e meritum këtij robi. Për atë arsye na duhet me pas parasysh që më mundun maksimum me bë diçka në atë moment që s'ka kush tjetër që na ndihmon, përveç se këtyre gjanave që ka thonë pejgamberi Islam, kush ka mundësi me bë shefat për neve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ka mundësi me bë shefat për neve. Na duhet me bë dua gjithherë për dashurinë, më na i shtu ndaj tij, edhe më na i mundësu gjithherë shefatin e pejgamberit alayhis salam, ndërmjetësimin e tij. Nëse ndërmjetëson pejgamberi për neve, atëherë elhamdulillah, puna jonë çat ndërmjetësim arrim të quaj salavate sa më shumë. Duke quaj salavate sa më shumë. shumë. Ty njoftë pasu. Edhe ty pasu veprat e tina, se jo veç me thonë salavat Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, asnjë sunet tina pa praktikuar. Do vi një gotë rafi. Çush po tregon ti çush salavate një gotë vetë. Ndaj pejgamberit. Ndoshta bjo kujtohet para disa ditëve në javë apo 10 ditë sa ishte çështë në internet. Po çish po kujtohet që është shtresin krejt? Sa shkrimet, sa statuset, sa njerëzit filluan me ju nënshtru Zotit, me përmend Zotin. Kur po jemi të vështirësitë, fjala e Zotit nuk shmanget asnjëherë. Domthonë e kena gjithmonë atë të e përmend, po nuk është ideja më përmend vetë kur jemi në vështirësi ose kur po na vjen fundi. Ideja është në përmend kur jena edhe mirë, kur jena edhe në sefa ku do qoftë. Sa mirë që këtë muaj të shajt e kena si mundësi që pa e mendun ndoshta fundit e kena sikur mundësi me pasuru shpirtin tonë. Më rikthy te Zoti. Mendoj që Ramazani është palestër e shpirtit, jo veç e stomakut.
palestër e shpirtit për me mujt njeriu me ushtru shpirtin, me eduku vetë vetën, me eduku. Ashtu që edukon gjuhën mos me fol, e disiplinon trupin mos me pas ndoshta nevojë me sa ditë më as për ushqim, sepse i fokusuam te shpirti, me përmbush veten tonë emocionalisht, me përmbush veten tonë në aspektin fetar, me nështru Zotit tamam. Kështu që shqyr Zotit që kena këtë fe, e kemi njoft këtë fe, e kena këto mundësia kaq të arta në fenë tonë që mu afru të Zoti me i la gjunat edhe me kanë në paqe me vetë. Një refresh me arrit, do më hanë shpirti ju, e bën një lloj refreshi, do më hanë gjatë muajt Ramazanit, e bën një rifreskim, që aty kur dilsh, duket vetja të qysh që me je letu dhe je E cilat janë gabimet që mas shumë të, ose çka është gabim që e bojmë gjatë Ramazanit, e që duhet me e largu? Ajo që duhet me pas mas shumë të kujdes, se cili prej nesh duhet me pas menaxhimin e kohës. Koha është vetë jeta. Do më hanë se na shkon 1 minutë për kësaj bote, na veç po afrohemi më afër vdekjes, po na kalon edhe një moment për kësaj jete. Për atë arsye më mundu që ato gabimet mas shpeshta që i bojnë njerëzit, çka ndodh, e bojnë rutinën e njëjtë. Qëndrimi natën pa nevojë. Qëndron ton natën, shikon televizor, i vazhdon serialet që i ka pas, rrjetet sociale, s'nalet të i këshyr ku shkoj, ku hini, ku dul, të ja dha një koment, ajo nuk, tash unë thëmë shpesh, shejtani ka hi që tu në rrjetet sociale është të mashtru, s'ka nevoj me dalë tjetër kur heq. Nështë s'ka hi, po i ka shpik, edhe i ka shpik, që është. Kushtimisht po thëmë. Do më thonë që ato ta vjedh, qaq me profesionalizm kohën që se kupton as vetë, se qka jetu bas që sa orë je hi. Do më thonë me pas mundësi me mshel qëto rritet sociale, ose me minimizuar me pas mundësi me ditë tani që ka iftar dikon, mos më thirr njerëzit, mos më mujt me mëgjet. Po, edhe ajo, mire kitis, edhe së në shohëm se kush shkoj një iftar që shë bani me marrë idin për një nga tjetërës. Ata që kanë kuptu konceptin tamam të Ramazanit, ata detyrimisht do të me reduktu pak rrjetet sociale, sepse më u largu, me njanu nuk mundi, sepse jeta jonë po vazhdon të funksionohet për ty, është pjesë e jetës se thjesht nuk mundesh me shmang. Po me pas mundësi me reduktu dhe me fokusu ku e kena sot qëllimin është Ramazani. Ramazani nuk është me kalu një muj, me prit bajramin, me festu, me prit musafir, jo, për kontrazi. Ramazanin e kena mundësi për vetveten, për përfitimet tona shpirtnore. Por që kushdo që ka kuptu tamam konceptin e Ramazanit, besoj që është shumë e rëndësishme që më fokusu të qëllimi. Qëllimi është padyshim është shpërblimi. Shpërblimi nuk merret duke flaj ditën, do më thonë dikush agjeron edhe flan gjithë ditën, por agjerimi është ai. Përveç kësaj, nuk është me agjeru vetëm prej ushqimit, është me pas agjerim edhe me gjuhë, ka plot njerëz që nuk hajnë, agjerojnë, po përdorin të lifar fjale, ai nuk është agjerim. Sepse na e dim që përveç ushqimit, ka fjalë që edhe prishin agjerimin. Apo ndoshta jam gabim? Jo, e zbej agjerimin. Do më thonë, ja hupat bukurinë agjerimit përderisa përdor edhe fjalë. Pa rreziku agjerimin një ditë e caktuar nëse ne ku ta diun, ka njerëz që agjerojnë, e durojnë urijet tonë ditën, por nuk e lajnë pa përdorin fjalë pa. E që në i bakshish në i kohë? Unë të mos mujtë me u shprej ganjave që përfondan. E shpe thomë kështë si me metaforë. Se zakonisht frustrimin më të madhin e kanë në kolon njerëzit, edhe shkojnë shpërblimet aty. Me mujtë, për çka thotë Zoti në fund të ajetit, inna Allah ma sabiri, Zoti është me durimtare, dhe më thonë, me pas mundësi durimin, edhe çka është qëllimi i durimit, qëllimi i agjerimit, me të mësu, me duru, se ti pe ki ushqimin tënë ditën e lu me para vetës, në tryes, po mirësh me të tënë ditën, qa po bën ti? Ti pe duron vetën, pe stopon vetën, prej diçka që po ki mundësi me hangër, po për çka pe bën këto? Vetëm për hir të Zotit nuk pe han. Po pe han kohën kur ta ka caktu aj. Do të thonë, ti pe edukon trupin tonë, mendjen tonë, vetveten tonë që rregulla ka kjo botë. Nuk kena ardhur me bë çka dush, me shku ku dush, ka stopa. Ka vijat të kaltërta, vijat kuqe, të më thonë që ti atje zguxon me hi, të më thonë duhet me ditë ku çka me bë. A lidhet kjo, për shembull, kemi dëgjuar shumë njerëz që thonë kisha agjeru, sa agjeroj, po nuk moj me nejt pa ujë, se ashtu kjo një farë lloj arsyetimi. Ndërsa njerëzit që agjerojnë edhe që praktikojnë fen taman, edhe që e kanë kuptuar konceptin e Ramazanit taman, si thjesht për tyre nuk nin kurrëherë një ankesë të vetme. Është kjo pikërisht qëllimi i besimit, që ti përmes besimit mendja jote nuk është e fokusuar në teoria, as te ushqimi, është e fokusuar te besimi, te leximi i Kuranit ose te namazi, ose kujt
ose te mundësia me bë sa më shumë vepra të mira, angazhimi me bë vepra sa më shumë gjatë Ramazanit. Ndërsa njerëzit që nuk e kanë fokusin te veprat e mira, te namazi ose te leximi i Kuranit, ata thjesht mendojnë që agjerimi është me duru prej syfyrit deri në iftar, koha aty në mendja aty është e përqendruar te ushqimi, prandaj edhe kanë shumë sfidë me agjerim. Kanë sfidë sigurisht. Edhe për shto nervozohen edhe shpesh çështja e besimit. Ajo është duhanxhia tu agjeru, zguzon mi fol se mund është me... Jo, po edhe tjetra nëse njëri e din qëllimin për çka tu agjeru, për çka. Ta ka bë Zoti obligim, është i kënaqur Zoti që ti jetu e kryeni obligim ndaj Zotit, mirë po edhe benefitet i ki ti. Trupi jëtë, shpirti jëtë, që Zoti s'ka nevojë për agjerimin tonë. Na kena nevojë për Zotin. Na kena nevojë për me praktikua të rregulla që na i ka caktuar Zoti. Se ai na një neve më mirë se na që njohim veten. Ai e din çka ka nevojë trupi jonë. Ti 19 muaj po han, po pin, po çka s'po deponon trupin ton. Për çat muaj çka ka thonë? Qetësov, pastrov, relaksov, gjithçka te aspekti psikologjik, emocional, shpirtëror, edhe luksi ka nevojë për një pauzë, për një pushim, një muj det mos me tret më stop. Edhe shumë është interesant që kur njeriu që shta edhe më herët, fokusohet te duaja, leximi i Kuranit, namazi, menon çush mi bë dikuj mirë, çush më dhon sadak. Ati s'ko miron men që është unt, as që s'ka pi ujë sot, as që s'ka pi duhan sot, sa ai vëmendjen e tij e ka përqendruar dikun tjetër. Ai ka qëllimin qysh me kënaq Zotin më shumë gjatë këtyre 24 orëve që ja ka caktuar Allahu. Qysh me kënaq një fëmijë, edhe fëmijën tan, qysh me gëzu me diçka, me shtu punë të mira sa më shumë ekstra se sa që i bën jashtë Ramazanit. Edhe shumë është interesant që Ramazani çdo moment e ka të mirë. Në 3 pjesë ka ndonë pejgamberi alayhis salam. Çka ka thonë? Awwaluhu rahmatun. 10 ditë e para të Ramazanit janë mëshirë, rahmet prej Zotit. Wa awsatuhu maghfiratun. 10 ditë e mesme janë falje të gabimeve. Njeriu çka ka gabu Allahu i sheh me synin e faljes. Pejgamberi alayhis salam pra e ka ndonë Ramazanin në 3 pjesë. Çka ka thonë? Awwaluhu rahmatun. 10 ditë e para janë mëshirë. Prej Allahu xhaleshanu i shikon rrobat e vet me syrin e mëshirës. Wa awsatuhu maghfiratun. 10 ditë e mesme janë falje gabimesh. Wa akhiruhu aidkum min an-nar. 10 ditë e fundit çka ka thonë? Janë mburoj prej zjarrit të xhenemit, që Zoti shpëton, i ruan njerëzit prej zjarrit të xhenemit. Pra kjo është bereqeti i Ramazanit, që 3 pjesë na kena nevojë për ta. Në 3 pjesë të shohim veten edhe gjejmë veten. Por ata do të më mundu që në çdo pjesë më dhon maksimumin e veprave të mira dhe punëve të mira që më shtu në këtë muaj. E urtësia ka që nave që pas me arrit, inshallah jemi të ndjejat mëshirën e Allahut se u emocionum që të trija edhe në fillim po edhe gjatë gjithë kohës sa falem. Unë ju falenderoj shumë, jemi në fund edhe duhet me mbyll. Nëse diçka, e di që shumë çka na ka mbet pa e thonë, po ja që... Unë veç për fond po du me shtu, sot shoqërinë tonë e dëgjon fjalën shumë detox që po përdoren për ushqime, mendoj që detoksi më i mirë është Ramazani. Faktori kryesor për smundje ose për shëndet janë ushqimet. Edhe sinqerisht detoksi më i mirë është Ramazani për organizmin tonë, po jo vetëm i trupit, është detoks edhe i mendjes, prej mendimeve negative, prej mendimeve të kota, prej mendimeve të panevojshme. E kisha thujt detoks të trupit dhe të mendjes Ramazanin këtë kohë. Edhe unë e kisha ashtu që veç fillu me këtë emision ditën e tretë, inshallah do të jetë si mesazh edhe m'ja u përkujtu njerëzve që prej ditës 4 nesër ne të fillojmë vetë llogaritja, ne të llogaritim veten se sa jam të bë, çka mund me bë, çka dohet me bë. Se shumë shpejt vjen 30 që edhe përfundon edhe tani atëherë thonë çysh bre ku shkoj se të ka tregu që shpejt mundet me shku. Por ata Allah na mundsof që secila prej nesh me vetë llogarit veten pa na ardh dita e vetë llogaritjes. Sa atëherë mos kemi ku kthehemi. E këtu jemi hala këtu, kemi mundësi për mu zgju, mu pëndu, mu përmirësu edhe me fillun jetë të re inshallah pas Ramazanit. Të dashur shikues, Zoti ju nderoft që ndatë koha në këtë muaj kur koha është më me vlerë se gjithçka tjetër të Ramazanit. Zoti ja pranoft agjerimin, ja pranoft secilën vepër të mirë që e bëni, ja pranoft edhe ja vlerësoft secilën përpjekje që e bëni për të afruar tek Zoti.
E unë u kënaqa shumë që e patu mundësin pikrisht në fillim të Ramazanit me realizu këtë emision që sa do pak me kontribu të gjithë ju që nga përcjellni që Ramazani e ka kohën caktume e bëni diçka që let na mbetet afër vetës në ditën kur do të dalim para Zotit. Mirëmbëjtje.